A e dëgjuat perlën e kryeministrit Rama? Ndiqeni. Dhe kam qenë edhe unë vetë viktim e të njëjtit perceptim që për shembull është për spitalet. Sipas cilit në spitalet tona të lënë të vdesësh, po nuk dhe lek. Po perceptim për spitalet e kam rrëzuar sepse i kam vizituar vetë, i kam parë vetë të gjitha transformimet që kemi bërë dhe i kam dëgjuar vetë njerëzit, jo me kamera, pa kamera. Kjo ishte e bukur, zoti kryeministër, unë nuk e di ose ju bëni propagandë me shëndetësinë dhe keni nevojë ta bëni këtë, ose nga ana tjetër nuk ja keni haberin realitetit dhe se si funksionojnë në të vërtet spitalet publike. Po nëse ti nuk jep lek, për shembull te kardiokirurgjia, rri me muaj duke pritur operacionin e zemrës. Nëse jep para, operacioni bëhet aty për 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Nëse ti vjen këtu dhe të shikojnë mjekët e kardiokirurgjisë, pra disa prej tyre, jo të gjithë, patjetër, ata që marrin lek, se kjo bëhet ndarje, ata e din kush merr lek dhe e di se si vepron me pacientët, i çojnë edhe tek spitalet private, i marrin atje sallat e operacionit me qira. Pra mjek i QSUT-s që merr sallat me qira në spitalet private dhe që çojnë atje pacientët duke u marrë 8.000 euro, 9.000 euro e të tjerë. Sikundur u marrin edhe këtu. Shifrat janë të frikshme. Ka nga ata mjek që marrin edhe 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, ke edhe 5.000 euro për ndërhyrje në kardiokirurgji. E nisa me kardiokirurgjin. E njëjta situatë pastaj ke edhe tek spitali onkologjik, ku marrin kirurgët para edhe aty. Kirurg të caktuar marrin para pacientëve. Sikundër ka edhe mjek të kimioterapisë apo edhe të radioterapisë, të cilët gjithashtu nëse nuk u jep atyre kafen e caktuar, edhe ata nuk ta prekin me dorë pacientin ose sorollasin nëpër spital. E njëjta gjë tek neurokirurgjia. Edhe atje situatë problematike dhe shifrat janë njësoj sa tek kardiokirurgjia. Tek kirurgjit po ashtu ke situata të caktuara që nëse nuk je para, nuk e merr shërbimin e duhur. Ka shumë pak mjek të cilët realisht nuk marrin para. Nuk po flas për ata mjek që ti në fund të gjithë kalvarit të situatës që ke kaluar në spitale do t'i lësh një kafe për mirënjohje. Kjo ekziston, por problemi është me ata të cilët të detyrojnë ty, ndoshta edhe jo duke të thënë që dua lek, por të detyrojnë duke të shtyr datën e operacionit, duke ta vonuar, duke mos dhënë për kujdesin e duhur e të tjerë. Pra këto janë forma që zgjedhin duke të sorollatur nëpër spitale e tjerë. Pastaj kur je para, çdo gjë ndryshon, bëhet e bukur, bëhet e mirë dhe ti merr shërbimin që do duhet merrje në normalitet në spitalet publike shqiptare. Kjo është e vërteta dhe perceptimi juaj, zoti kryeministër, se në spitale nuk ka më, pra nuk të marrin më para apo nuk e di se çfarë, është totalisht i gënjeshtërt, i gabuar, është dezinformim dhe e të vërtetën e dini fare mirë ju, ku mund t'ia shkruani kryeministrit se ndoshta këto komente do mund t'i lexoj, ja dërgojnë edhe do mund t'i lexoj.